Selam, thot. Një rukjegji është normal me kërku unaz ose zinxhir me marr me veti për rukje. Aleikum selam. Nuk është transmetu asnjë argument nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo të parët e khairit, sahabët e dietarët mas tyne të kenë vepruar një gjë të tillë. Prandaj themi kjo nuk ka bazë, nuk ka argument. Kemi dy situata, ose personi në fjalë rukjegjiu është magjistar që mshefët mas petkut të rukjegjis, ose mund tjetë jo magjistar, është rukjegji i cili ja ka qelë vetës dyrt të cilat Islami nuk i ka qelë. Çfarë themi, e këshillojmë që mos bëj vepra të tilla dhe e këshillojmë popullin që mos shkojnë tek persona të tillë. Pra, nuk është detyrimisht ta akuzojmë si magjistar, por e këshillojmë ata që të mos i qelë vetës dyrt që nuk i kanë qelë sahabët as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të mjaftohet me atë që mjaftu ata. Edhe popullin e këshillojmë që të personat të tillë, nëse nuk nalen ata nga këto forma, të mos shkoj populli. Allahu na përmirësoft.